Për të kuptuar deri në çfarë mase krimi mund të arrijë të shndërrohet në një fenomen të paepur, mjafton të shikosh numrin e atentateve të dështuara që i kanë paraprirë. Kriminalët shpesh tentojnë dhe dështojnë, jo një herë, por 2 e madje 3 herë, dhe kjo nuk është as pak një pengesë për ta. Ata janë të vendosur dhe të betuar për të arritur qëllimin e tyre, pa pasur asnjë dyshim që do të provojnë gjithçka për të realizuar atë, pavarësisht pasojave që mund të sjellin dështimet e mëparshme. Një rast tipik i këtij përkushtimi ndodhi pas ditën e 15 marsit 2024, kur Gentian Bejtja, një figurë e njohur për lidhjet e tij të dyshimta dhe për plasjeve të mëparshme me botën e krimit, ra sërish në shënjestër të një atentati. Pas 2 sulmeve të mëparshme, ku kishte mbetur i plagosur, dhe një atentati të tretë ku 2 djemt e mitur të tij u plagosën dhe kunati i tij u vra, Bejtja nuk mundi të shpëtonte këtë herë. Ata që qëndronin pas këtyre sulmeve ishin të vendosur ta eliminonin një herë për gjithmonë. Në këtë rast, atentatorët kishin marrë çdo masë të mundshme për të siguruar suksesin e atentatit. Ata kishin analizuar çdo mundësi, kishin përgatitur terrenin dhe kishin vendosur të vepronin edhe pa përdorur errësirën e natës si mbulesë. Ata ju afruan pranë shtëpisë së Bejtjas dhe zbrazën pa mëshirë 3 karikatorë të tërë Kalashnikovit drejt tij. Më pas, siç ndodh zakonisht me raste të tilla, atentatorët e dogjën makinën që përdorën dhe u zhdukën menjëherë, duke u fshehur në errësirën që ata vetë kishin krijuar. Ndërkohë, hetimet mbi këtë ngjarje po vazhdojnë dhe grupi hetimor ka vendosur të shqyrtojë dosjet e vjetra, ato të cilat përfshin krime të pasbardhura dhe pa autor, që lidhen drejt për drejt me të kaluarën e Gentian Bejtjas. Pasqyra e errët, e mbushur me ngjarje të dyshimta dhe lidhje me individ të përfshirë në aktivitete kriminale, mund të ndihmojnë në zbardhjen e motiveve të këtij atentati. Hetuesit po kërkojnë të gjejnë një lidhje të mundshme me krime të mëparshme, që mund të kenë ndikuar në këtë sulm të fundit, që ka përfunduar me vrasjen e një prej anëtarëve të familjes së Bejtjas dhe plagosjen e të tjerëve. Ky atentat është një tjetër tregues i ashpërsisë dhe vendosmërisë që karakterizon botën e krimit, një botë që nuk ndalet përpara asnjë pengese, dhe ku hakmarrja është një nga motivet më të fuqishme që mund të udhëheqë veprimet e atyre që veprojnë në errësirë. E shkuara që e lidh me mikun e tij të zhdukur Enver Stafuka, punë që ata kanë bërë bashkë deri më 9 shkurt të vitit 2015, kur Stafuka u rrëmbye, por edhe aktiviteti i tij pas zhdukjes së Stafukës. Një shkuar pak më afërt që e ka lidhur, të paktën si person që mund të ketë dieni për disa krime të rënda të ndodhura së fundmi. Madje ai ka qenë i përfshirë në hetime për 3 vrasje dhe është lënë i lirë pas pyetjeve. Ai është intervistuar si person që mund të ketë informacion dhe për disa ngjarje të tjera të rënda, përfshirë vrasjen e biznesmenit të Kromit Ilias Çali më 3 prill të vitit 2022 në autostradën Tiranë-Durrës, atentat ku u plagos Marklen Haka më 8 qershor 2022, i cili kishte qenë gjithashtu në një ngjarje tjetër kur përfundoi me vrasjen e gabuar të hallës së tij, si dhe për krimin e 3 fishtë në mbikalimin e fushkrujës më 17 korrik 2022, ku mbetën të vrarë Brillant Martinej dhe 2 miqtë e tij, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha. Për këtë ngjarje dhe për zhdukjen e Ervis Martinajt, hetimet për atentatin e fundit janë intensifikuar ndjeshëm. Deri në fundin e vitit 2014, grupet kriminale në fushkruj, të cilat policia i konsideronte si një band të fortë dhe të kompakt, nuk kishin pasur probleme serioze me njëri tjetrin. Ata ishin individ të njohur për veprimtaritë e tyre kriminale, kryesisht në fshatrat Nikël dhe Larushk, që ndodhen në 2 krahat e rrugës nacionale e cila lidh Tiranën me Fushkrujën, Laçin dhe Lezhën. Këto fshatra janë shumë pranë njëri tjetrit dhe mund të kalohen për vetëm 10 minuta me makinë. Ata bashkëpunonin ngushtë me grupe të tjera nga Tirana, Durrësi, Laçi, Lezhë dhe Mëgjer, duke siguruar mjete dhe resurse për kryerjen e krimeve të rënda. Në disa raste, policia i kishte pasur të dyshuar edhe për pjesëmarrje dhe autorësi në ngjarje të tjera të rënda, dhe pavarësisht kësaj, nuk kishte pasur ende prova të mjaftueshme për t'i arrestuar dhe mbajtur ata në hetim. Shfaqja më e madhe e ekspozimit të tyre ka ndodhur në vitin 2013, kur u arrestua Enver Stafuka dhe Gentian Bejtja, lidhur me atentatin që i mori jetën kryekomisarit Dritan Lamaj. Bejtja qëndroi pak kohë në qeli dhe u hetua në gjendje të lirë, ndërsa Stafuka, pas një periudhe të shkurtër në burg, u lirua. Pas këtij incidenti, situata nisi të ndryshonte dhe tensionet mes grupeve u rritën. Shkëputja e grupeve të fushkrujës u bë përfundimtare pas një atentati në 5 janar 2015, kur Emiliano Shullazi dhe Gilman Dodani u qelluan.
Një muaj më vonë, miku i Betjas Enver Stafuka u rrëmbye dhe ende rezulton i zhdukur. Kjo ngjarje shënoi ndarjen përfundimtare të grupeve të fushkrujës dhe atentatet mes Niklës e Larushkës filluan të bëheshin gjithnjë më të shpeshta. 26 shkurt 2013. Mbrëmjen e 24 shkurtit të vitit 2013 ekzekutohen në Tiranë kryekomisari Dritan Lamaj. Në afërsi të fshatit Domje, prapa fabrikës së pijeve freskuese, policia gjeti të braktisur makinën e dyshuar që ishte përdorur në krim. Makinës i ishte vënë flaka gjysmëore pasi u transmetua lajmi për arrestimin e 2 të dyshuarve në Greqi. Sedile e shoferit ishte lyer me benzinë duke u tentuar të digjej makina. Një zjarr fikse ka shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes, duke arritur të shuaj flakët. Përdorimi i kësaj makine të vjedhur në vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamaj u zbulua 24 orë pas ngjarjes nga prokuroria e krimeve të rënda. Pas kthyrjes së kamerave të sigurisë në zonë ku u vra kryekomisari dhe marrjes së të dhënave nga dëshmitarët, u zbuluan targat e makinës. Bëhej fjalë për mjetin me targa DR 1944 F, i cili ishte vjedhur në Durrës 3 ditë para vrasjes së Lamajt në Tiranë. Makina ishte marrë në rrugën Aleksandër Goga, në një moment kur pronari i saj kishte lënë të hapur dhe kishte hyrë për pak minuta në një dyqan aty pranë. Dyshohet se pas vjedhjes së makinës, mjeti është sjellë në Tiranë për t'u vënë në dispozicion vrasësve të Dritan Lamajt. Në lidhje me vjedhjen e makinës, më 26 shkurt, 2 ditë pas vrasjes, policia arrestoi Gentian Betjan, i cili u akuzua si shoqërues i autorit të vjedhjes së makinës. Mjeti në fjalë ishte parë nga banorët e zonës teksa lëvizte tek vendi i ngjarjes një ditë para atentatit të Lamajt, ndërsa para tij ishte arrestuar dhe Enver Stafuka, me profesion shofer mallrash, që ishte ndaluar edhe në shkurt të vitit 2009, pasi policia i bllokoi një armë zjarri pistolet. Betja dhe Stafuka u mbajtën në burg për vjedhje për disa muaj. Në një vendim të datës 13 nëntor 2013, gjykata e Durrësit i shpalli ata të pafajshëm. Që në nisje të vendimit të gjykatës, pranoi se automjeti tip BMW ka shërbyer në vrasjen e komisarit Lamaj. Prokuroria kishte përshkruar me detaje momentin e vjedhjes dhe skemën e përdorur nga autorët, por për gjykatën nuk kishte asnjë provë që të ngarkonte të pandehurin me përgjegjësi penale. Mes tyre, Gentian Betjas dhe Enver Stafukës ka pasur edhe komunikime telefonike, të cilat për gjykatën nuk kishin provë për t'i dënuar, pasi prokuroria nuk mundi të sillte asnjë provë tjetër që identifikonte të dyshuarit si autor të vjedhjes. Vendimi përshkruante të gjitha provat e depozituara nga prokuroria, të cilat sipas gjykatës nuk provonin se të pandehurit ishin autor të vjedhjes. Gjatë fazës së hetimeve, gjykata caktoi detyrim paraqitje për Gentian Betjan dhe në përfundim, ai mori pafajësi nga gjykata e lartë me argumentin se prokuroria nuk siguroi prova të mjaftueshme për ta fajsuar atë. 5 janar 2015. Plagose në atentat Emiliano Shullazi e Gilman Dodani. Rreth orës 20:22, më 5 janar 2015, në sallën operative të policisë Tiranë mori një telefonat nga një qytetar, i cili njoftoi se pranë mbikalimit të Rinasit, afër lokalit të Hasan Hakës, kishte dëgjuar të shtëna me automatik. Policia dërgoi menjëherë specialistin e zonës për të verifikuar informacionin. Pas mbërritjes në vend ngjarje, specialisti konstatoi se ishte e qelluar në drejtim të një mjeti tip Golf, me targa AA629HR, por nuk kishte vërejtur persona të dëmtuar. Përgjatë natës, u mor një telefonat e dytë që njoftonte se 2 persona po transportoheshin me urgjencë drejt spitalit ushtarak. Ata ishin Emiliano Shullazi dhe Gilman Dodani, të cilët ndodheshin në makinën që kishte dalë nga rruga. Policia informoi se si pasojë të shtënave me armë zjarri, Shullazi dhe Dani kishin mbetur të plagosur dhe ndodheshin në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor që mbërriti në vendin e ngjarjes filloi menjëherë veprimet e para hetimore, duke mbledhur prova dhe sekuestruar disa gëzhoja, të cilat do të ishin të rëndësishme për hetimet. Në lidhje me ngjarjen, u formua grupi hetimor, i cili nisi procedimin penal për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorëve. Sipas hetimeve, ngjarja kishte ndodhur në fshatin Bërxull, në rrugën Nën Tereza, afër mbikalimit të Rinasit dhe u klasifikua si tentativë vrasje. Shullazi dhe Dani ishin qelluar me armë ndërsa ktheheshin nga fushkruja dhe udhëtonin drejt Tiranës në automjetin e tyre tip Golf 4 ngjyrë gri. Sapo ishin afruar disa metra nga qafa e Kasharit, një makinë tjetër i kishte zënë prit dhe kishte qelluar
mbita me breshëri. Si pasojë, Shullazi dhe Dani mbetën të plagosur rënd. Automjeti i tyre humbi kontrollin dhe doli jashtë rrugës kryesore, duke përfunduar në një ar pranë fshatit Domje. Shfrytëzuar këtë moment, autorët arritën të largoheshin nga vendi i ngjarjes me shpejtësi dhe ende nuk kishin identifikuar. Pas ngjarjes, të plagosurit u pyetën në spitalin ushtarak, por ata thanë se nuk kishin parasgjë dhe nuk kishin mundur të identifikonin autorët. Megjithatë, policia kishte disa dyshime dhe kishte shoqëruar disa persona për pyetje, por nuk kishte arritur të mbledhë prova të mjaftueshme për të dokumentuar ngjarjen. Një prej dyshimeve ishte se drejt makinës mund të kishte qelluar Gentian Bejtja, por asnjë provë konkrete nuk u gjet për ta mbështetur këtë aludim. Përpasoj, dosja mbeti e hapur dhe pa autor. 9 shkurt 2015, Enver Stafuka rrëmbehet në fushë Krujë dhe zhduket. Në orën 19:46 të mbrëmjes së datës 9 shkurt 2015, persona të veshur si policë e të maskuar rrëmbyen në qendër të fushë Krujës Enver Stafukën. Ai kishte qenë i hetuar si personi që vodhi makinën BMW nga ku u qellua për vdekje komisari Dritan Lamaj. Teksa po pinte një kafe në lokalin që ndodhet pranë shtëpisë së vëllait të tij, Stafuka doli për të hipur në makinë dhe në këtë moment ai u mor forcërisht. Dëshmitarët kanë treguar se Enver Stafuka ka qenë në një kafe dhe aty kanë shkuar edhe Durim Bami, Gentian Bejtja e Ramazan Raja. Ata kanë qëndruar aty për afro 20 deri në 30 minuta dhe janë larguar pak para se të rrëmbejë Stafuka. Ai ka dalë pasi dikush e ka marrë në telefon. Sipas dëshmitarëve, ky personi ka kërkuar që të takojë dhe ndodhej në kameras të Krujës. Policia e Durrësit u kujdes që kërkimet dhe hetimet të mbaheshin në sekret të plot. Ndërsa as sot, pas 8 vitesh nga zhdukja e tij, askush nuk di të thotë se kush e mori dhe cili ishte fati Enver Stafukës. Babai i 4 fëmijëve u arrestua mbrëmjen e 27 majit të vitit 2013 në qytetin e Fushkrujës, si bashkëpunëtor i dyshuar në vjedhjen e automjetit BMW, nga i cili u ekzekutua mbrëmjen e 24 shkurtit të atij viti kryekomisari Dritan Lamaj. Por gjykata e shkallës së parë në Durrës e liroi si të pafajshëm më 13 nëntor të vitit 2013. Për vrasjen e Lamajt u arrestua në Selanik biznesmeni Arben Froku, i cili është arratisur tashmë drejtësisë shqiptare. Prokuroria provoi se Froku njihej me Stafukën dhe ditën kur u vra Dritan Lamaj, të dy kishin komunikuar me njëri tjetrin. Familja e Enver Stafukës vazhdimisht e ka drejtuar gishtin nga Durim Bami, por asgjë nuk është provuar. 19 shtator 2016, Gentian Bejtja plagoset në një atentat me tritol në makinë. Në orën 9:30 të mëngjesit të datës 19 shtator 2016, Gentian Bejtja, që në atë kohë njihej edhe me emrin Edmond, sapo kishte hipur në makinën e tij tip Tuareg me targ AA 020BH dhe ndodhe jo shumë larg shtëpisë së tij në Larushk. Në momentin që ka ndezur makinën dhe ka nisur të lëviz, një sasi eksplozivi që ishte vendosur në pjesën e përparme të mjetit, pranë derës së shoferit, ka shpërthyer. Si pasojë e shpërthimit, Bejtja ka mbetur i plagosur lehtë në këmbë dhe është dërguar në spital jashtë rrezikut për jetën. Pas 3 muajsh hetime, policia e Krujës organizoi operacionin e koduar Shënjestra dhe arrestoi 9 persona dhe një e shpalli në kërkim në lidhje me këtë ngjarje. Më 20 dhjetor të vitit 2019, prokuroria njoftonte se ishte arrestuar për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë Edison Pula, Edison Bami, Arjan Ademi, Fabiola Namali, Muharrem Sheta, Ilir Caca, Marklen Haka, Claudio Ismailaja dhe Astrid Ryçi, ndërsa ishte shpallur në kërkim Oltian Caca. Numri i telefonit që aktivizoi mirën e vendosur në automjetin e Gentian Bejtjas rezultoi të ishte i Edison Pulës. Për atentatin që synoi eliminimin e Bejtjas, prokuroria mori nën hetim jo vetëm Edison Pulën, por edhe Oltian Cacën, që të dytë nën akuzë për vrasje me paramendim të mbetur në tentativë dhe shpërthim me eksploziv, ndërsa 8 personat e tjerë u dyshuan si bashkëpunëtorë. Ky hetim, së bashku me vendimet e fajësisë u dërguan në vonë në gjykatën e lartë, së bashku me episode të tjera për të cilat Pula akuzohej në Shqipëri si vjedhje dhe drogë. Në Krujë, 2 ditë pasi u arrestua, dhjetorin e vitit 2016, Edison Pula u shpëtoi nga duart 2 policëve, Denis Çela dhe Naim Stafuka, duke u arratisur. Policët u akuzuan për shpërdorim detyre pasi sapo e zbritën nga makina për ta futur në komisariat, i dyshuari përfitoi nga dera e hapur dhe u largua.
Ndërsa më 10 qershor të vitit 2022, emri Edison Pules del sërish në skenë, pasi arratiset nga burgu i Trevisos në Itali, bashkë me 2 shqiptarë të tjerë të cilët para pak orësh u ndalën sërish, ndërsa Pula vijon të jetë në arrati. Pula është dënuar me vendim të formës së prerë, në mungesë nga gjykata e apelit Tiranë, më 22 tetor të vitit 2013 për 3 vepra penale. Gjykata e shpalli atë të pafajshëm për akuzat e shkatërimit të pronës, mbajtja pa leje e armëve shpërthyese dhe municioneve, si dhe vrasjes me paramendim kryer në bashkëpunim. 21 shtator 2019, atentat ndaj 28 vjeçarit në Nikël, vritet halla e tij. Më 21 shtator të vitit 2021, Marklen Haka, një iri me shumë precedent penal, mbeti i plagosur në një atentat në derën e shtëpisë së tij në Nikël të Krujës. Por në këtë ngjarje mbeti e vrar halla e tij, Shpresa Basha, 50 vjeç. Pak momente para se në drejtim të tij të qellohej me më shumë se 100 herë, kushëriri e kishte lajmëruar për disa persona të dyshim që ndodheshin rrotull shtëpisë ku ai ndodhej. Policia ka marrë në pyetje të afërmin e 28 vjeçarit Marklen Haka, si një ndër dëshmitarët kryesor të ngjarjes. Ai ka deklaruar se ka qenë duke u kthyer në shtëpi dhe kur është afruar tek banesa, ka parë disa persona që bënin lëvizje të dyshimta. Këtë informacion ai ka përcjell Marklen Hakës, sapo është futur në shtëpi. E megjithse i ruhej një atentati të mundshëm, Haka ka nxituar të dalë jashtë për të parë se kush ishin këta persona. Pas tij ka dalë edhe halla, 50 vjeçarja Shpresa Basha, e cila ka dashur të mbronte djalin e vëllait pasi ishte në dijeni të problemeve që ai kishte. Ky ka qenë edhe momenti fatal, pasi të dy janë përballur me sulmin me armë zjarri, duke mbetur të plagosur. Haka arriti të shpëtojë me disa plagë të lehta, ndërsa halla e tij ndroi jetë sapo mbriti në spital. Kushëriri i Marklen Hakës ka deklaruar në polici se nuk ka arritur të shohë fytyrat e personave të dyshuar, pasi në atë moment ka qenë errësirë. Marklen Haka kishte vetëm 2 muaj që ishte liruar nga burgu. Grupi hetimor pati dyshime se ngjarja kishte ndodhur për motive hakmarrjeje. Kur u pyet në ambientet e spitalit, ai nuk dha ndonjë dëshmi të vlefshme për grupin hetimor. Duke qenë para kësaj situate, hetuesit u përqendruan tek precedentët e mëparshëm të tij, ngjarjet për të cilat ai ka qenë i dyshuar, që në fakt nuk i janë faktuar asnjëherë. Marklen Haka ka përfunduar për herë të parë në pranga kur ishte 20 vjeç, i dyshuar për një vepër të rëndë penale, atë të vrasjes, ndërsa më vonë është ndaluar si i dyshuar për një atentat me eksploziv. Herë në fundit që ai provoi qelin, u akuzua për armbajtje pa leje dhe u dënua me 1 vit heqje e lirie. 9 janar 2022, Betja plagosit në atentat pranë një karburanti. Mbrëmjen e 9 janarit të vitit 2022, Gentian Betja beti i plagosur me armë në afërsi të një karburanti në Larushk të Fushkrujës. Betja ka qenë duke udhëtuar me makinë, ku pasagjer ishte Klodian Stafuka. Drejt tyre u qellua me Kalashnikov nga një makinë në lëvizje. Plumbi kapi vetëm Betjen në njërin krah, ndërsa Stafuka mori dëmtime në kokë dhe u plagos, pasi Gentian Betja humbi kontrollin e mjetit në momentin që u godit dhe doli nga rruga. Të dy u dërguan në spitalin e traumës ku morën ndihmën e nevojshme mjekësore. I pari që la spitalin ishte Stafuka. Përpara grupit hetimor ai u shpreh se nuk kishte konflikte me askënd, por që atentatorët i kishin zënë në befasi. Ndërsa Betja tha se nuk ka arritur që t'i njihte atentatorët. Kamerat e karburantit ku ndodhi ngjarja u sekuestruan, por nuk arritën të shërbejnë për identifikimin e autorëve, që sot e kësaj dite nuk dihet se kush janë. 3 prill 2022, ekzekutohet në autostradë biznesmeni i Kromit. Ilyas Çali, i njohur si biznesmen Kromi në Bulqiz, u ekzekutua nga persona ende të paidentifikuar mbrëmjen e 3 prillit të vitit 2022. Ngjarja ndodhi në autostradën Tiranë-Durrës, kur atentatorët ju afruan mjetit Land Rover me një makinë tjetër që lëvizi për disa metra paralel me ta dhe hapi zjarr. Çali mbeti i vdekur në vend dhe makina e tij doli nga rruga duke përfunduar në anë të saj. Fillimisht, dëshmitarët lajmëruan policinë për një aksident, por në vend ngjarje u saktësua se bëhej fjalë për vrasje. Një nga kontaktet e fundit në telefonin e Ilyas Çalës rezultoi të ishte Gentian Betja. Ai u mor në pyetje si person që mund të kishte dijeni për ngjarjen, duke treguar se i kishte vizituar Çalin 4 ditë para vrasjes. Ai kishte qenë në shtëpinë e tij bashkë me gruan dhe fëmijët.
Bejtja ka dëshmuar se kishte kontakte të vazhdueshme me biznesmenin dhe flisnin her pas here dhe shkëmbenin mesazhe. Madje edhe një orë para se të vritej kishin shkëmbyer disa mesazhe. Megjithse fliste për një miqësi me të, ajo që u bëri përshtypje hetuesve ishte fakti se Bejtja nuk kishte marrë pjesë në varrimin e Çalit. Këtë e kishte justifikuar me pretendimin se aty do të merrnin pjesë edhe disa njerëz nga Nikla, me të cilët ai kishte probleme kohët e fundit. Për të shmangur këta persona, ai ka pretenduar se ka zgjedhur të mos merrte pjesë në varrim. Tet qershor 2022, atentat në Fushkruj, plagoset Marklen Haka. Marklen Haka, i cili i shpëtoi atentatit të ndodhur shtatori në vitin 2019, ngjarje në të cilën u vra halla, ka mbetur i plagosur me armë zjarri më 8 qershor të vitit 2022. Ngjarja ndodhi në mesditë në Fushkruj. Ai u qëllua me një plumë në nofull dhe u transportua menjëherë në spital. Policia shoqëroi më shumë se 20 persona për atentatin ndaj 29 vjeçarit, mes tyre edhe Ngentja Mbetja, por as sot nuk ka ndonjë të arrestuar, qoftë për këtë ngjarje apo edhe për atentatin e mëparshëm kur u vra halla e tij. Personat e përfshirë në atentat dyshohet se kanë pasur informatorin e tyre në fshatin Zez, ku ndodheshin edhe anëtarët e fisit Haka. Marklen Haka është dënuar në muajin prill të vitit 2019 me 1 vit e 6 muaj burg. Më 13 qershor të vitit 2011, ai është shoqëruar si i dyshuari kryesor për vrasjen e biznesmenit të Kromit Nadien Zeneli në zonën e Ish Bllokut. Shkaku për atentatin dyshohej të ishte hakmarrja, pasi ai dyshonte se Zeneli kishte vrarë të vëllain Roland Haka në vitin 2004. Megjithatë, Marklen Haka u lirua muaj më vonë. 4 korrik 2023. Vritet kunati i Ngentja Mbetjas dhe plagosen 2 djemtë të tij. Këto u breshëri plumbash, u shkrepën nga 3 Kalashnikov në fshatin Larushk të Krujës. Vetëm 15 minuta pasi kishte kaluar mesnata e kishte hyrë data 4 korrik 2023, një makinë nga ku zbritën 3 persona u sharrua të paktën me 30 plumba. Plumba që nuk u kursyen as 2 fëmijëve të mitur, 13 dhe 10 vjeç, ndërsa daja e tyre mbeti i vrarë. Objektivi ishte dikush tjetër, quhej Ngentja Mbetja dhe ishte 42 vjeç. Ai dikur ishte polic, ndërsa prej vitesh zgjodhi të kalojë në krahun tjetër. Pas 2 atentateve të mëparshme, ku ishte plagosur, në atentatin e 4 korrikut ishin djemtë e tij të mitur që paguan për të. Ata u plagosën. Madje djali 13 vjeç, për orë të tëra luftoi me vdekje në sallën e operacionit të spitalit të traumës. Një operacioni ju nënshtrua të nesërmen edhe djali 10 vjeçar, ndërsa kunati i tij Ramazan Sino, 29 vjeç, mbeti i vdekur në vend. Ai ishte bërë baba pak muaj më parë dhe prej disa vitesh ishte i punësuar si shofer në prokurorinë e apelit në Tiranë. Sipas policisë, Sino u gjetë rastësisht mes breshërisë së plumbave, njësoj si 2 nipat e tij të mitur. Ngentja Mbetja kishte 10 ditë që ishte kthyer në Shqipëri. Udhëtonte e qëndronte shpesh jashtë vendit, kryesisht në Suedi dhe Norvegji, ku kishte kërkuar edhe azil bashkë me gruan dhe 4 fëmijët, por i ishte refuzuar. Informacioni për kthimin e tij ishte përcjell me shpejtësi tek kundërshtarët. Ata u vunë në lëvizje për ta eliminuar, por informatori rezultoi të ishte i pasaktë natën e ngjarjes. Ai sinjalizoi se makinën e drejtonte Bejtja, e në fakt në timon ishte vëllai i gruas së tij, i cili mbeti i vrarë. Në atentatin e 4 korrikut 2023, dyshohet se ka marrë pjesë 3 persona. Pas një sinjalizimi të gabuar se Bejtja po kthehej me makinë në shtëpi, ata kanë ndjekur lëvizjet e objektivit të tyre deri në momentin që kanë bërritur pranë banesës. Sapo kanë zbritur nga mjeti brenda oborrit, ndaj tyre u qellua me breshëri plumbash. Në vend ngjarje janë gjetur dhe sekuestruar mbi 30 gëzhoja Kalashnikov. Pas krimit, autorët janë larguar nga vend ngjarje duke i vënë flakën makinës, bashkë me 3 Kalashnikovët brenda në fshatin Tapiz, rreth 6.4 kilometra larg vendit të ngjarjes, distancë që përshkohet për më pak se 10 minuta me makinë. Si gjithmonë, në atentate të tilla, makina rezultoi e vjedhur. Zyrtarisht, policia tha se ka shoqëruar 3 persona për t'i marrë në pyetje. Në cilësinë e personave që mund të kenë ndjeni, u shoqëruan 2 vëllezërit, Durim dhe Valter Bami, si dhe Marklen Haka. Emra në fakt janë të parët që policia liston për t'i pyetur sa herë kanë ngjarje në fshatin Nikël dhe Larushk. Megjithatë, siç ka ndodhur edhe më parë, disa orë pas shoqërimit ata u lanë të lirë. Por 24 orë më vonë, policia arrestoi Valter Bamin. Pas aktit të eksperimentit kimik për faktor plotësues, rezultoi se 38 vjeçari kishte qelluar me armë zjarri. Në dorën e majtë të tij ekspertiza konstatoi gjurmë baruti, çka fakton se ka kryer qitje me armë zjarri.
Disa orë pas urdhrit të lëshuar nga Prokuroria e Tiranës me 6 korrik, rreth orës 20:30 në fshatin Greps, është lokalizuar, kapur dhe shoqëruar në ambientet e policisë së Tiranës Valter Bami. Por heqja e lirisë së Valter Bamit zgjati vetëm disa muaj. Në janar të vitit 2024 ai u la i lirë, pasi gjykata e Tiranës ndryshoi masin e sigurisë, duke e lënë në arrest shtëpie. 15 mars 2024, ekzekutohet në oborrin e shtëpisë Gentian Bejtja. Atentati që dërshtoi mesnatën e 4 korrikut të vitit 2023, paçka se humbi jetën një i pafajshëm, u realizua në orën 16:20 të 15 marsit 2024. Duket se të njëjtët autor provuan sërish dhe kësaj here ekzekutuan 43 vjeçarin Gentian Bejtja. Sipas të dhënave të siguruara nga grupi i hetimor, në ngjarje dyshohet të kenë marrë pjesë 4 persona. Ata janë afruar me automjetin Land Rover, me të cilin kanë udhëtuar nga fushkruja në drejtim të fshatit Larosh. Ai që drejtonte makinën ka ndaluar pranë rrugës kryesore, ndërsa 3 të tjerë të veshur me të zeza dhe të maskuar janë afruar me këmbë drejt shtëpisë së Bejtjas që ndodhej vetëm pak metra larg. Duket se ata kanë marrë informacion të saktë për momentin kur duhej të afroheshin, duke qenë se në atë kohë ka qenë e hapur porta dhe janë futur brenda në obor ku ndodhej Bejtja. Në të kundërt nuk do të arrinin të depërtonin, pasi shtëpia është e rrethuar nga mure afro 2 metër të lartë. Autorët sapo kishin parë objektivin e tyre kanë qelluar të tre me breshëri, me të paktën 50 plumba, duke lënë të vdekur në vend. Më pas kanë vrapuar të shkonin tek makina që i priste në rrugën kryesore dhe janë nisur në drejtim të fushkrujës. Ata kanë marrë drejtimin për në fshatin Hasan, në afërsi të mbikalimit të fushkrujës, vetëm disa kilometra larg vendit të ngjarjes ku dhe kanë ndjekur makinën bashkë me armët e krimit. Nga aty mund të jenë larguar me makinë tjetër, që po ashtu kanë bashkëpunuar për ngjarjen. Vitet e fundit, fshatrat e Krujës, kryesisht ato që janë më afër Tiranës, kanë qenë objekt operacionesh të forcave speciale. Shpeshherë fshatrat Nikël dhe Larushk janë konsideruar si vatrat e nxehta kriminalitetit. Për ngjarje që ndodhin aty, por edhe për ngjarje, provat e të cilave fshihen po aty. Duket se her pas here, rrugët e krimeve të rënda që ndodhin në çdo skaj të Shqipërisë kryqëzohen atje. Atje digjen makina e armë, të përdorura për vrasje, dhe her pas here atje rekrutohen të rinj nga grupe kriminale për të realizuar vjedhje, për të gjetur armë dhe madje për të vrarë. Ndodh që shumë ngjarje atje mbeten pa autor, të paktën pa autor të provuar, pasi në fakt janë të njëjtët eksponent, emrat e të cilëve dalin në skem pas çdo ngjarje kriminale. Shoqërohen dhe lirohen për mungesë provash, por banorët e kësaj zone zgjedhin të zgjidhin vetë hallet e tyre. Ndër vite ata kanë preferuar vetë gjyqësinë. Policia i viziton shpesh, por po aq shpesh kthehet mbrapsht ashtu siç ka shkuar. Madje në ndonjë rast, dronet që policia ka ngritur për monitorim janë rrëzuar dhe kanë rënë nëpër ara. Banorët e Niklës dhe Larushkës janë stërvitur ndër vite që problemet i zgjidhin pa shtet, por mes njëri tjetrit, dhe rezultatet flasin vetë. Atentate që herë dërshtojnë dhe her pas here vrasin të pafajshëm, ashtu siç u vra gabimisht halla e Marklen Hakës në Nikël. Edhe më 4 korrik 2023 u vra gabimisht kunati i Gentian Bejtjas në Larushk dhe u plagosën djemtë e tij të mitur 13 dhe 10 vjeç. E me gjithë këto ngjarje, të mbyllura her pas here me plagosje e herë me vrasje të pafajshmish, duket se as planet e masave dhe aksioneve të policisë për të çarmatosur krimin nuk po mjaftojnë. Kur krimi betohet për të kryer një vrasje, duket se kalon edhe barrierat e vendosura nga policia. Madje, në rastin e vrasjeve të tilla, të paralajmëruara disa herë, vendosshmëria e krimit del mbi vendosshmërinë e policisë për ta luftuar.